Hoxh, ne që s'jemi në haq, ditën e Arafatit, çka duhet të bëjmë ne që në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë? Po, kështu, faktikisht janë dy sende. Haxhiu i cili është në haç, ai nuk haxheron. Haxhiu Haxhe çka është? Ai çka është në haç. Në ditën e Arafatit, haxhiu në haç, ai prem bazreke deri në perëndim të diellit, do ta madhron Allahun dhul xhelal. Pasi ta falet drekën, 2 rekat, pas e fal edhe ikindien 2 rekat, me një ezan edhe 2 ikamete, pas asaj kohe, haxhiu duhet ta madhron, ta lut, të kërkon për Allahun dhul xhelal sa të ketë mundësi deri në perëndim të diellit, edhe ai atë ditë nuk haxheron, sepse haxhi i ka vështirësitë e veta, nxehtësia e bën vetën, sado që të ketë luks në haç, prap është e ka atë vështirësinë e vet, edhe për atë haxhiu kur shkon në haç, sidomos në Arafat, ai nuk haxheron. Mirë po, a ka shpërblim? Shpërblimi i haxhiut që është në Arafat, e tham pak më herët, Allahu dhul xhelal e shpërblen me 2 shpërblime. E para, e kthen në vendlinjën e vet pa mëkate, të pastër dhe e filtron dhe e pastron, edhe e dyta, thot pejgamberi sa el hajju mebrurun laysa lahu jazaa'un illa al janna, haxhi i kompletuar me të gjitha nishanat, nuk ka tjetër shpërblim te Allahu përpas se xhenetin. Kjo është për haxhiun. Kurse në të cilët na i ka mundsuar Zoti me shku në hax, ditën e 9, unë përmenda pak më herët, është mirë me agjërue këto ditë. Nëse s'ke pas mundësi të parën ditë, ditën ditë, tretën ditë, pestën ditë, bile ditën e 9 mos e le pa agjërua. Po pse me s'melo në hoq, a është e patjetërsueshme? Themi jo, nuk është e patjetërsueshme. Dita e 9 e Arafatit më agjëru nuk është fars, por është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse ti e ban, shpërblehesh, nëse nuk e ban, nuk dënohesh.